Adriatik, megjithatë, ka një kritik ndaj jush që nuk po bashkoheni me Partinë Demokratike, një kritik që vjen kryesisht nga opozita. Unë kam patur një ditë më parë të ftuar nënkryetarin e PD-s, zotin Luciano Boçi, i cili tha që partitë e reja, partitë e vogla duhet të heqin këtë kompleksin dhe të bashkohen me Partinë Demokratike. Ta serë mirë, përse nuk i bashkoheni qëndrimeve që ka opozita dhe protestave të saj, sidomos partisë më të madhe opozitare, Partisë Demokratike? E para, është mirë kur ka kritika, unë bëj pjesë të ata njerëz që kritikat i dëgjoj dhe kur ka vend për t'i reflektuar, i reflektoj. E dyta, duhet të theksojmë dhe të saksojmë diçka. Sepse ngatrohet, ndoshta pa dashje, ndoshta me qëllim, nuk e kuptoj. Nuk Lëvizja Shqipëria Bëhet si parti politike nuk është duke zhvilluar asnjë protest, asnjë aktivitet të ngjashëm. Protesta që unë jam i angazhuar dhe protesta që aktivistë të Lëvizjes Shqipëria Bëhet apo qytetarë të tjerë që janë bashkuar po zhvillojnë, është një protestë që shkon përtej gardit të partisë tonë. Është shumë e rëndësishme kjo ta theksojmë për disa arsye. Para njëherë për të theksuar faktin që ne nuk kërkojmë monopolin e protestës politikisht, për të thënë që kush vjen në shesh është votusion apo për treguar forcën tonë, jo. E dyta, për të mos vendosur asnjë gardë ndaj palëve të tjera, duke u lënë gjithë mundësinë që të ndihen të lirë për të qenë këtu dhe për të angazhuar si qytetar.